Projekti i binjakëzimit mes Shqipërisë dhe Francës, një nismë financuar nga Bashkimi Evropian që synon forcimin e kapaciteteve të institucionit përgjegjës për formimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm, zhvilloi ceremoninë përmbyllëse. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, theksoi se institucioni nuk është thjesht një qendër akademike apo trajnimi, por themeli i formimit profesional të gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor. Shkolla e magjistraturës nuk është thjesht një institucion akademik apo trajnimi, është në fakt guri i themelit të formimit profesional të gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor. Ne duam që gjyqtarët e ardhshëm të jenë të pavarur, të qëndrueshëm dhe me vlera të forta që të ruajnë integritetin e tyre përballë çdo presioni apo ndikimi. Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, deklaroi se projekti përfaqëson një investim afatgjat për njerëzit që do të mbajnë mbi supe drejtësinë shqiptare në dekadat e ardhshme. Shmia që po kalojmë nga një etapë në një etapë tjetër. Pra po kalojmë nga faza e reformimit të sistemit në fazën e konsolidimit të tij. Nga ndërtimi i institucioneve tek forcimi i kulturës institucionale të tyre. Ndërsa ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suard, theksoi se shkolla franceze e magjistraturës ka udhëhequr zbatimin e projektit duke krijuar kushte për një bashkëpunim të ngushtë mes dy ekipeve. Shkolla franceze ka qenë drejtuese e këtij projekti dhe ka bërë të mundur që ekipet të punonin bashkë. Shkolla jone e magjistraturës është institucion strategjik, duhet një bashkëpunim i vazhdueshëm. Projekti i binjakëzimit i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar gjatë periudhës 2024-2026 ka pasur si qëllim forcimin e efikasitetit, integritetit dhe profesionalizmit të sistemit të drejtësisë përmes rritjes së kapaciteteve të shkollës së magjistraturës.